Sot u mërzita. Bëra 2 trade. Futa këtu. Stop loss. U futa këtu. Stop loss. Mendova që po përmirësohesh apo bëra të njëjtin gabim përsëri. Bëra të njëjtin gabim që po më mban mbrapa të këtë kohë. U ktheva 3 hapa mbrapa. Por kemi të reja. Në fillim dua ta nis me një nga tradet që unë kam bërë këtë kohë me USD JPY. Në këtë trade kam bërë disa veprime emocionale. Jam futur në 3 pozicione të ndryshme dhe kjo ka shkaktuar që unë të kem një humbje të madhe atë ditë. Kisha një konfidencë në veten time që ky trade do shkonte sell, edhe pasi u futa në pozicionin e parë dhe më kapi stop lossi, u futa në një pozicion tjetër pak më lart, me idenë që ta kap më lart, që të jetoj më shumë. Edhe gjë që e lash disa minuta, edhe mendova që kjo është një gjë e gabuar që po bëj dhe duhet ta mbyll si pozicion, dhe ta mbyll fare ditën e tregtimit, por edhe mbylla në humbje. Edhe në një moment tjetër merr një mendim tjetër që më thirrste prapë ajo ideja që ky trade do shkoj sell. We're gonna sell it. Isha zgjuar me këtë idenë edhe vazhdoja ta ndiqnja atë idenë time në kokë që ky trade do shkoj sell. Edhe prapë hyra 3 herë. Sepse kësaj here ju shtu edhe inati që më kishte zënë stop lossin erën e parë, që do gja 3 herë. Kam kuptuar diçka në këtë kohën e fundit që unë po bëj trade. E bëj approach trading me këto idetë që unë kam në kokë dhe jo ato që mua po më jep tregu në ato momente. Kështu që kjo mendoj që ndodh edhe nga karakteri që unë kam. Unë kam një karakter emocional edhe shpesh herë ka zakon që të bëj veprime emocionale. Por kemi dhe të reja. E para është që kam depozituar $1,000 në llogarinë time me lek reale në IC Market dhe nga atje kam bërë disa trade. Domethënë kam bërë të njëjta trade si në Profirm, por edhe në akauntin me lekët reale. Kam vendosur që nga data 11 korrik që do hap kanalin tim për YouTube-it, të filloj të publikoj video që unë po regjistroj tani. Vendosa që të mbaj një trading journal, ku të mbaj shënim të gjitha tradet që unë bëj. Influencat, humbjet, fitimet dhe emocionet që unë përjetova gjatë këtij tregtimi. Dhe mendoj që kjo është e rëndësishme sepse do më ndihmoj mua që të mbledh të dhëna në mënyrën se si unë tregtoj, ku unë po fitoj, ku unë po humbas dhe pse po ndodhin që të dyja këto. Dhe nuk e besoja më përpara, tani mendoj që po jap një shans dhe mendoj që do ketë impakt pozitiv në mua. Balancet e akauntit janë këto që po shihni në ekran. Kam menduar 2 ide interesante për vitet në vazhdim. Njëra është day in life, se si e shpenzoj unë ditën kur nuk jam akoma një trader consistent and profitable. Dhe tjetra, një video shumë interesante që mua më pëlqen shumë, do shpjegoj 5 shtyllat kryesore që unë e organizoj jetën time. Janë 2 video shumë interesante që unë e zi pres t'i bëj dhe t'i kem gati për publikim në korrik. Ajo që unë dua të arri nga trading në muajt në vazhdim është që të bëj approach trading për atë çka tregu po më jep në atë moment dhe jo me ato idetë që vinë vazhdimisht që e shpjegova edhe më përpara. Nuk po mundohem thjesht të bëj lek, po mundohem
të masterizoj veten dhe të bëhem më i mirë se ç'isha dje. Një hap përpara edhe pse trapa mbrapa. Kjo është situata ku ndodhem në trading. Le të shohim se çfarë do ndodh në muajt në vazhdim. Shihemi.